Personalitetit që do ta prezantojmë sonte në portret është i përmasave botërore. Dallon për dijen, por edhe qëndrimet. Është diplomuar në Kairo në Universitetin Azhar, më të famshëm në botën islame dhe jo vetëm. Është kthyer për të shërbyer atë dhejot me krenari dhe nder. Për shkak të qëndrimeve, ai dhe familja e tij kanë vuajtur shumë. Është ky Hafez Ali Kraja, hoxh, publicist e adhëtar shqiptar. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Hafez Ali Kraja është njëri ndër hoxhallarët që me kontributin dhe angazhimin e tij ka lënë gjurmë të pashlyera në memorien tonë historike. Sikur shumë bashkëkohës të tij, duke parë rrethanat dhe situatën, kishte përvjel mëngët dhe ishte rrekur punës për të mirën e vendit. Nuk ishte punë e lehtë sepse duheshin guxim me trimëri, lipse i sakrificë, gjëra këto që i posedonte Hafezi ynë. Për qëndrimet prej patriote u internua, burgos së madje u dënua edhe me vdekje, ndërsa nuk u zbrap skur. Është vlerësuar me drejtësi nderi fesë dhe kombit. Në portret, ne do të shfletojmë diç nga biografia dhe veprimtaria e tij e pasur, për të njohur më shumë me të, por edhe me të vërtetat historike që fatkeqësisht janë mbajtur fshehtë e të qëllimshëm janë injoruar. Kam përshtypjen se deri më tani keni vënë re të nderuar teleshikues që secili prej figurave që kemi përzgjedhur, shtylla, kyçet, misionit dhe angazhimit ka pasur përveç fesë edhe angazhimin kombëtar dhe arsimor. Tani të shohim kush ishte Hafez Ali Kraja dhe cili ishte kontributi i tij. Hafez Aliu lindi në Shkodër në vitin 1900. Rrjedh nga një familje intelektuale tregtare të malësisë së Krajës, të cilët ishin shpërngulur në qytetin e Shkodrës, menjëherë pas problemeve tragjike që sollën vendimet e Kongresit të Berlinit në vitin 1878, duke lënë jashtë kufirit shtetëror shqiptar krahine të tëra dhe qytete shqiptare në mbretërinë jugoslave. Hafez Aliu kreu shkëlqyeshëm studimet fillore në Shkodër, çka i hapën udhë studimeve të mëtejshme në Kairo, në njërin prej qendrave më të njohura universitare të kohës, siç ishte Universiteti i famshëm i Azharit. Zotronte 6 gjuhë, ishte poliglot, gjë që ja mundsonte të njihej më shumë me literaturën botërore dhe të përfitonte dije të madhe. Hafez Aliu e kreu këto gjithë ciklin e formimit të tij teologjik e filozofik dhe pas përfundimit të fakultetit të shkencave islame u kthye në qytetin e tij të lindjes. Nëse ishin ofruar poste në Tiranë në kryeqendër, ndërtoa dhe posti i kryeredaktorit të revistës së famshme Zani Nalt, ai me gjithë këtë kishte parapëlqyer që të shërbente në qytetin e tij të lindjes, pra në Shkodër. Në vitin 1924, Muftinia e Shkodrës e cakton si imam të xhamisë së Plumbit, më vonë në xhaminë e Parrucës, Furçelës e në xhami të tjera. Në formimin fetar dhe kombëtar të Hafez Aliut ka ndikuar përveç familjes edhe rrethit dhe ambientin në të cilin ai është rritur dhe zhvilluar. Ai jetonte në Shkodër, në këtë qytet kufitar me malin e zi, dhe qysh në veçli familja e tij e kishte bindur dhe e kishte edukuar në atë formë që popujt jetim kanë fat tragjik, janë pa shtet. Po kështu jetonte në një mes dhe ambient që nxorri hoxhallar të shquar dhe të shumë. Kështu që nuk është çudi ta shohim kaq të formuar Hafezin ton. Hafezi ishte ndër ata lider fetar që për pasion kishte politiken. Sigurisht se jo me këto botkuptime tona degraduese për politiken, ai
ishte indikuar nga idetë e djetarit të madh, Ebu Hamid Gazaliut, i cili politikën e shehte si mjet të ndershëm të realizimit të një jete të dinjitetshme. Njeriu si mëkëmbës i Zotit në tokë, ose si halife në gjuhën kuranore, duhet të mbajë rendin dhe drejtësinë. Gjëra këto aq të domosdoshme për zhvillimin e një kombi, e një vendi. Pra, kemi të bëjmë me koncepte të pastra dhe njerëz qëllimirë që politikën nuk e kanë mjet për të përfituar personalisht, por e kanë mjet për interesin shoqëror. Nëse ndalemi dhe lexojmë Hafez Aliun, shohim se bindjet e tij fetare ishin ato që e kishin shndruar atë në një personalitet të këtill, duke pasur besimin në Allahun dhe duke shpresuar në shpërblimin e tij, ai nuk kishte frikë askënd tjetër përveç Allahut. Fjalët e tij që i ka thënë meritojnë që të shkruhen me ngjyrë are. Hafez Aliu ka thënë kësaj: i jap llogari më parë të lumit Zot, gjyqit të cilit është më e rëndësishme. Jam kryenalt që jam munduar me krye misionin fetare kombëtar, për sa kam mujt, lë Zotin të më falë për mungesat që mund të kem ba në kryemjen e këtij misioni. Duke qenë në dieni për nevojën e madhe të bashkimit kombëtar, pa dallim përkatësie fetare, ai punonte që harmonia ndërmjet nesh të ishte në nivelin e duhur. Ishte shembull edhe personalisht për këtë. Fjalimi i tij në varrimin e poetit Gjergj Fishta është vlerësuar shumë dhe vlerësohet edhe sot e kësaj dite. Hafez Aliu ishte i ndjekur e i përbuzur nga disa regjime, qoftë nga zogu, qoftë nga fashizmi, qoftë nga komunizmi. Me këtë të fundit, ai pati fatin më të keq. Ishte kohë e rëndë dhe me rreziqe të mëdha. Hafez Aliu, pavarësisht këtyre rreziqeve, ndërmori predikime fetare të veçanta kundër ideologjisë komuniste, siç është fjala e mbajtur para besimtarëve në xhamin e Fursheles, ku ai ju drejtua xhamatit ose audicionit me hutben ç'është komunizmi dhe cilat janë pasojat e tij për popullin shqiptar. Në vitin 1944, duke parë rrjedhën e ngjajeve, ai i vihet punës për krijimin e një besëlidhje të përgjithshme, si një front antikomunist i cili midis tjerash do të hynte në kontakt me forcat aleate dhe do t'ju kërkonte atyre zbarkimin menjëherë pas largimit të trupave gjermane. Por, fatkeqësisht, komunizmi nga dita në ditë fuqizohej e ashpërsohej. Ka një trajtesë interesante që zbulon sheshazi planin famkeq të komunistëve për zhdukjen e fesë. Komunistët e konceptuan terrorin kundër fesë në 2 periudha. Deri në vitin 1967 u bë likuidimi fizik dhe organizativ i klerit, ndërsa pas kësaj periudhe u vazhdua me program likuidimi total të objekteve fetare, duke mos kursyer as ato që konsideroheshin monumente të kulturës. Në fund të kësaj loje të pist, nga 1306 hoxhallarë të ekzistues, mbetën fare pak të mbjetuar. Mjafton të kujtojmë se në vitin 1945, sipas statistikave të Bashkisë Islame të Shqipërisë, në gjithë territorin shqiptar kishte plot 1127 xhami e 17 medrese, të cilat pothuajse u rrafshuan që të gjitha. Janë më shumë se 60 hoxhallar musliman të persektuar e të pushkatuar. Hafez Ali Kraja është pjesë e kësaj ploje bashkë me Hafez Ali Korçën, Hafez Ibrahim Dalliun, Hafez Ismet Dibrën, Hafez Sabri Koçin e shumë të tjerë. Kjo dëshmohet edhe nga vetë Hafez Aliu. Në vitin 1965, kur kishte qenë 3 vite në ilegalitet
dhe kishte mbajt 18 vite burg, Hafez Aliu ishte liruar nga burgu. Të nesërmen në shtëpi i shkon për ta uruar Patër Mëshkalla, një prift i njohur franceskan i cili më vonë u arrestua dhe u pushkatua. E pyet prifti Hafez Aliun se çfarë kishte të reja nga burgu i Borrelit ku kishte qenë i burgosur. Hafez Aliu i kishte thënë, nuk ke me kënd të bisedosh, të gjithë kanë vdekur. Pra, kjo është dëshmi se një numër i madh i atyre që kanë qenë burgosur janë vrarë ose kanë vdekur nga torturat e burgut. Siç duket, kjo përgjigje e Hafez Aliut përkon me këtë etapën e parë të spastrimit komunist, pra likuidimin fizik të klerit shqiptar. Historia ka regjistruar edhe një dëshmi e cila shfaq vuajtjet e Hafezit dhe sakrificën e familjes tij. I biri Mehdiu thot, unë kam thirr bat në shtëpi për herë të parë më 12 dhjetor 1965, atëherë kur babai im u lirua prej burgut të Borrelit. Këtë emën bab e kam thënë në moshë të rritun, e kam thënë edhe më parë, mirë po vetëm kur ka qenë babai në burg. Kur Hafezi ishte burgosur, Mehdiu ishte 2 vjeçar. Asimi, djali tjetër i Hafezit, 4 vjeçar dhe vajza e tij Felekeja ishte 6 muajshe. Pra, nuk ishte vetëm Hafezi ai që vuante, por bashkë me të edhe familja e tij. Madje me urdhër të shtetit, më 1945, Komisioni Posaçëm për konfiskimin e pasurisë së të arretisurve dhe dënuarve politik, nëpërmjet një urdhri famkeq të lëshuar nga Këshilli i Prefekturës së Shkodrës, e ka futur në listën prej 28 emrash, të cilëve do t'ju konfiskohej pasuria. Hafez Aliu në këtë listë ishte në numrin nërëndor 23. I biri tij Mehdiu na tregon për tmerrin e konfiskimit të pasurisë. Policët që erdhën për konfiskim dhe morën tekstualisht gjithçka, deri edhe lampadari, madje edhe portolampën. Atë natë, thot Mehdiu, ushtrim me fjetë për dysheme. E mbetëm lakuriq, pa dyshek, pa jorgan, leri më mobiljet. Shtëpia jone vjetër ishte e madhe, 3-katëshe, me telis. Babai e kishte mobiluar me shije me rak të madh, i kishte mobiluar 2 dhoma me orëndit të përzedhura, njërën alla franga e tjetrën alla turka, i morën të gjitha. Familja e Hafez Aliut, siç merret mend, mbeti në mshirë të fatit, me 3 mitur në kujdesin e nën Zejnebës e gjyshes, sepse edhe xhaxhallarët asë kohe, Hushi dhe Maliqi, kanë qenë të arrestuar. Që të dy provuan tortura të tmerrshme në hetuesi, që të tregonin se ku ishte fshehur i vllai, pra ku ishte fshehur Hafez Aliu. Kaluan madje edhe në karrige elektrike, por ata nuk e nxarën, nuk treguan për të. Mehdiu vazhdon tregimin e tij, filluan ta torturojnë edhe nënën, por Zoti deshi dhe Bahri Kopliku ndërhyri, që ishte mjek ligjor, i cili i jepte raport se nëna ishte sëmur, rënd në zemër dhe ata kishin frikë mos po u mbetej në dorë. Por ata shpiken një torturë edhe më të tmerrshme. Ka qenë një hetues xhahil, thot Mehdiu, një durlaç në kiqi. Ai në merte neve 2 vëllezërve dhe para syve të nënës na përplaste kokat me njëri tjetrin, që kjo tu mos e duruat mizori, le të tregon për Hafezin se ku ishte fshehur. Dhe kjo, thot Mehdiu, na ndodhte për ditë. Atëherë lagja, sa herë që na shehte me nënën, se na shtinin në makinën e këtij durliqit, dhe mandje kur dilnim, kokat tona ishin të ajntura e me gjunga, filloi me sajue. Sa po shenim se po vjen makina e tij në lagje, vraponin dhe na fshehnin. Përftyroni, unë isha vetëm 3 vjeç
e vllau jem 4,5. Na i përpleste kokat fort. Neve na binte të fikët, ndërsa a i zgërdihej. Prej asaj dite është kujdes lagje. Kasapin e eptemishin pa pare. Dyqangjin të forgjiu po ashtu. Në rrugë në shkollë jemi rrit në thirrjet për buzëse bejtë e armikut të popullit. Nuk kishte natë që në shtëpinë tonë të mos vinte kontrolli. Që njom, që i ri, fillova me mësu e me punu zanatin e marangozit. Në fillim, për shkak se isha i papërvoj, i këputa 2 gishtat e njerëz dorë dhe ashtu kam punu e të njetën. Motra u fut në një kurs robagjepsie, por s'mundi me mbarue, se debuan se e prekur. Të tanve në ka rrit nana me majën e gjylpanës. Ishin familje e madhe, por nanës i kishte falë Zotin një dhunti. Ajo ishte robaqepse zonja dhe bënte jorgana. Mehdiu vazhdon me rrëfimin për vuajtjet e familjes, por edhe për histori tjera që janë vërtet me rëndësi. Ngjarja më e rëndë, thot Mehdiu, ka qenë përjashtimin nga gjimnazi. Në ato ditë na erdhi lajmi i internimit ton familjar në Bajramcor. Atje në fillim me mezi shpëtuam vdekjes. Kemi banuar në një dhomë të errët mulliri. Sa herë binin shirat, uji i vërshante dhe përmbyste krejt dhomën. Ma vonë u zuna për punë dhe fillova me punue. Pikrisht atëherë i thash nanës tem, bolli e robtu e vetë, tu e ra në bazë babës, tash jam rrit unë, do të blej vetë babës ushqim dhe do të shkejt të shoh atëm. Kështu vazhdova, deri kur baba u lirue prej burgu. Edhe para se me u rrit e me njov babën tem, më këshin thonë se të nditën e lume e një pjesë të natës e kalonte në studion e ti, që i thirshin oda e qitapeve, dhoma e librave, dhe e thirshin vetëm në vaktet e ngranjes. Të njëjtën situatë të regueme, e mbrina vetë kur baba ishte kthye prej burgut. Kohën e kalonte mes leximeve. Por mbriti vjeti mallkuem i vitit 1967 dhe baba u kthye prej një mbledhje ku e kishin thirrë në lagje, ata të organizatës. Ishte i zbet dhe tha me të përshpëritën, kjo është mordja më e keqe. Organizata e lagjes e kishte ordnue hafëzin që të nesërmën duhet të arruante mjekrën dhe të dorëzonte biblioteken. Kjo për të ishte më e rëndë se vdekja. Biblioteka vlerësohej me 700 Napoleona arë, një ndër bibliotekat më të mëdha në Ballkan. Pjesa më e madhe e librave shkojnë në fondin e bibliotekës kombëtare në Tiranë. Një ndër ata që zgjodhi libra me i marrë për vete, ka qenë edhe Jup Kastrati, i njohur për marrjet e librave edhe prej bibliotekave të konfiskueme të priftave franceskan. Kishte pse me ardh keq, ishte biblioteka bashkë me atë të myftive të Tepes, më e pasuna. Kishte mira libra në 6 gjuhë, libra fetar, filozofik, artistik. Mua mu dha me tërhiq një 700 kopje të librit, a duhet feja, a e pengon bashkimin kombëtar. Hapa një grop, i mbështolla me mushama dhe i groposa, mbi të mbolla një fik. Kur e kam qel gropën, munda me nda vetëm 17 kopje në gjendje të mirë. Pjesa tjetër ishte kalbur. Hafez Aliu ishte ndër ato personalitetet që kontribuan me vepra e shkrime. Ishte edhe publicist. Duke qenë vetëm 33 vjeçar, shkroi veprën që e përmendëm pak më parë, a duhet feja, e pengon feja bashkimin kombëtar. Një vepër ku gërshetohet analiza e hollë e fakteve me argumentin filozofik e teologjik, duke kombinuar çuditshëm erudicionin fetar kuranik me traditën e filozofisë së lashtë, klasike e post-klasike. Referencat e shumta nga
filozofët si Sokrati, Platoni, Aristoteli, Descartes, Spinoza, e deri te Gustav Le Bon, ndërthurën vazhdimisht me filozofët e lindjes, me komentuesit e Kur'anit dhe me thënjet e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Hafizi kishte frika të që më vonë u bë realitet makabër në Shqipëri, ateizmin. Parathënjen e librit e përmbyll duke u lutur. Këtë parathënje të shkurtër po e përmbyll duke e lutë të madhin Allah, me ruajt popullin shqiptar prej ateizmit, që është një humner e rrezikshme për këmbë e atë. Në kapitullin Islami dhe ateizmi, a i shprehet kësaj: çdo musliman më parë se çdo gjë beson se gjithësia është vepër e një krijuesi. Hafiz Ali Kraja shihet si një lider përparimtar që me tërqenjen dhe me gjitha mundësitë që kishte në dispozicion, ishte vënë në shërbim të popullit dhe atdhejot. Për këtë arsye, e donin dhe e çmonin të gjithë, pavarësisht përkatësisë fetare që kishin. Zef Plumbi në kujtimet e tij për Hafiz Ali Krajen ka thënë: Hafiz Ali Kraja ishte njeri i madh për kohën, e padyshim njeri ndër hoxhallarët më të ditur. Kishte përfunduar studimet universitare në Kairo të Egjiptit dhe njihej si një teolog musliman që dinte gjuhë të shumta dhe ishte gojë ëmbël. Bajram Hereni, i dënuar politik në kampin e bubullimës, kujton kohën kur ishte i burgosur bashkë me Hafizin dhe thotë: në gjithë kampin, dy të burgosur politik arrenin gjithmonë veçmas të tjerëve. Ata ishin Hoxha Hafiz Ali Kraja dhe Anton Mëshkalla. Ne jemi më mirë se këta që po na ruajnë, thoshin, sepse ne kemi vetëm trupin të burgosur, por jo dhe shpirtin. Shpirtin e kemi të lirë, ndërsa ata që i shërbejnë regjimit, ata shpirtin e kanë të burgosur, ndërsa trupin të lirë. Një dritë trupi ynë do të lirohet, kurse shpirti i tyre nuk do të lirohet asnjëherë. Frank Shkreli, duke folur për Hafiz Ali Krajen, thoshte: sa më shumë të lexoj njeriu për Hafiz Aliun, hoxh, publicist dhe adhëtar i menjohur, opozitar me zogun italianët dhe i persekutuar deri në ditët e fundit nga diktatura komuniste, aq më shumë bindesh se ai përkiste një brez adhëtarësh më të spikatur, por që fatkeqësisht nuk janë më. I përkiste atij brezi që mbi të gjitha, megjithëse jetuan në kohra shumë të vështira se sot, qoftë rrethana politike, ekonomike e tjerë, ishin mbrojtës të patundur të idealeve dhe interesave kombëtare të shqiptarëve, pa dallim feje a krahine. Hafiz Aliu ishte një personalitet i rrallë i cili gjatë gjithë jetës promovoi ideale dhe vlerat e përbashkëta të gjithë shqiptarëve. Për fat të keq, si shumë të tjerë patriot të asaj kohe, edhe Hafiz Aliu ishte i ndjekur, i përbuzur nga disa regjime, qoftë nga zogu, qoftë nga fashizmi, qoftë nga komunizmi. Duke lexuar për jetën e Hafiz Ali Krajës, thot Frank Shkreli, nuk mund të mos bëjmë pyetjen se si do të ishte sot Shqipëria dhe shqiptarët nëse në shekullin e kaluar do të kishin fituar pikpamjet e adhëtarëve dhe propagandimorëve patriotëve siç ishte Hafiz Ali Kraja. Pra idetë dhe pikpamjet progresive të hoxhallarëve tanë po të përvetësoheshin me kohën nga shteti e jo të luftoheshin, sot do të ishim për krah vendeve më të zhvilluara që njeh bota. Pas daljes nga burgu ku qëndroi 18 vite, pra në vitin 1965, Hafizi kthehet në shtëpi, pranë familjes së tij e cila kishte vuajtur atë shumë. Hafizi shqetësonte edhe me heshtjen e tij, andaj ishte vënë në mbikëqyrje. I biri i tij Mehdiu rrëfen këtë periudhë të jetës së Hafizit, të jetës së rëndë të tij, e thot, pas kthimit në shtëpi në vitin 1965,
mbriti viti i mallkuar i 67-ës dhe baba u kthye prej një mbledhje ku e kishin thirrë në lagjat atë organizatës. Ishte i zbet dhe tha me të përshpëritëm, kjo është mordja më e keqe. Organizata e lagjës, siç e përmendëm edhe më parë, e kishin urdhëruar që nesër me Hafizi duhet ta ruante mjekrën dhe të dorëzonte bibliotekën. Biblioteka e tij kishte rreth 10.000 libra dhe ajo fatkeqësisht ishte grabitur. Pasuria dhe librat e tij u konfiskuan. I vendosur përballë sfidës së tjetërsimit në njeriun e ri, Hafiz Aliu zgjodhi që të ngujohej në shtëpinë e tij. Intelektuali opozitari pushtetit, studiuesi i holl dhe poliglot i ditur, zgjodhi të kaluante vetë aktin e fundit të jetës. 2 pasazhe nga shënimet e Hafiz Ali Krajës tregojnë bilancin e jetës së tij të trazuar. Ai thoshte: "Unë jap llogari më parë të lumit Zot, gjyqi i të cilit është më e rëndësishme. Po kështu thoshte, jam kryenalt që jam mundue me kry misionin fetar e kombëtar për sa kam mujt. E lut Zotin të më falë për mungesat që mund të kem bë në kryemjen e këtij misioni." Kështu në këtë gjendje, në vitin 1973, vdes duke lënë pas vete gjithë këto vepra kujtime të mira. Në ndarje do donim që përzgjedhim disa mësime që konsiderojmë se na shërbejnë në jetën dhe veprimtarinë tonë. Në radhë të parë, ne mësojmë për rëndësinë e besimit në ballafaqimin me sprovat. Tekstualisht, Hafiz Aliu ka thënë kësaj: "Besimi është gurra që njeriu ja bën jetën të këndshme dhe jep shpresa për lumturinë. Besimi është ai që në fakt i jep kuptim gjërave. Burgu, sado i keq, për ata që e kanë besimin e fortë, është vetëm burg fizik, jo dhe shpirtëror. Prandaj Hafizi me të drejtë i shehtet burgosur ata që i shërbenin sistemit komunist, jo ata që e kundërshtonin atë. Ateizmi vazhdon të jetë rrezik edhe sot e kësaj dite për shoqërinë njerëzore. Ateizmi është ideja më e parësyeshme dhe qasja më e gabuar ndaj besimit. Ateizmi ka aftësinë për të prodhuar sisteme njerëzore, siç është e komunizmi. Prandaj duhet zhvlerësuar si qasje ide me trajtesa shkrime, ligjërata e publikime, ashtu siç bëri Hafizi ynë. Mësim tjetër që e marrim nga jeta dhe veprimtaria e Hafiz Aliut është ai për harmoninë fetare. Harmoninë të cilën duhet ta ruajmë, sepse përballë armiqve jemi më të fortë. Ata që nuk na duan sigurisht se mundohen që të na përçajnë ndërmjet nesh dhe kësaj të na heqin qafe. Ky është Hafiz Aliu, një burr me vlera të mëdha, për të cilin Allah me lutim që ta ketë mëshiruar. Në takimin tonë të radhës do të njihemi me një kolos tjetër dhe deri atëherë Zotin e lutim që neve dhe juve na ketë në mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum.